Ekspozita u mbajt në Galerinë e Arteve, në Kullën e Ballshajve, në Muzeun të Kaloja e Ulçinit, të pranishmit nën tingujt e muzikës së violinës dhe në një mjedis tradicional shqiptar, shijuan krijimtarinë artistike të fotografit Rexha, apo i njohur ndryshe Xeni. Hapjen e ekspozitës e bëri drejtori i festivalit, Dr. Nail Dragaj. Shkelzeni me objektivin e vet ka realizuar diku rreth 1000 fotografi, por ne sante këtu në sajet e mundësive tona hapësinore, kemi të prezentuar nga autori 32 fotografi të ndryshme. Dhe fati na ka buzëqeshur, për arsye se ansambli i shqiptarëve nga Mali Zi, kryesisht barsi i këtij projekti, i këtij programi mbarkombëtar, që ishte shoqëria Tradita nga Ulçini, sante prezentohet tu me 2 fotografi, të cilet janë të vendosura në këtë ambient madhështor. Nga autori u prezentuan 32 fotografi. Ai u shpreh lumtur që pati mundësinë e hapjes së ekspozitës në Kalon e Ulçinit. Jam shumë i lumtur që pata fatin që takuam me drejtorin Nail dhe të realizojmë këtë fotografi, sepse këto fotografi kanë vlera të jashtëzakonshme sepse tregojnë traditën, kulturën dhe adetet apo zakonet e shqiptarëve. Unë përmes këtyre fotografive jam përpjekur që tregoj traditat e shqiptarëve dhe veshjet tona të cilat janë të shkëlqyeshme dhe kanë vlera të jashtëzakonshme. Për këtë ekspozit ishin të ftuar edhe aktorët e teatrit të Shkodrës Raimonda Marku dhe Agron Dizdari, të cilët u prezantuan me një mozaik letraro-artistik. Me përkrenare, Helmeta, Shalma, Barsolina. Sikur ta hapje thjesht, si një valigje historinë, dhe të dëgjoje heshtur ti në dhomë, do ndjenje lemeri e ulërinë. Në mesin e të pranishmeve ishin edhe artistë dhe zyrtar të komunës së Ulçinit, si aktori Shefqet Luca, i cili ishte edhe vetë personazhi i fotografisë së prezantuar. Unë jam pjesë 2 foto të në ekspozit. Pasi që kam prezentuar edhe në festivalin folklorik në Gjirokastër. Sonte po shoh një disha të veçantë, ajo që më kishte munguar mua, ose me thonë më mirë, i kishte munguar shpirtit tim. Lëramania e veshjeve, e koloritit, lëramania e gjërave të ndryshme, e personazheve në këtë ekspozitë e jashtëzakonshme fantastike. Fotografit janë shenjë madhështor. Është krenari kur ne duhet ta ringjallim traditën tonë, si nga doket, zakonet, veshjet popullore, prandaj është krenari kur ne nuk e bëjmë të vdekshme traditën tonë shumë shekullore. Hapja e ekspozitës personale të mjeshtrit të fotografisë Shkelzen Rexha u mbështet nga Qendra Kulturore e Komunës së Ulçinit, nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Gjakovës dhe televizioni Syri Vision. Ndërsa në Muzeun e Ulçinit ekspozita e veshjeve kombëtare do qëndrojë e hapur për vizitorët deri me 27 gusht.